Faleminderit shumë nën kryetari i Kuvendit, të nderuar kryeministër, të nderuar ministra, të nderuar deputet. Është e rëndësishme të diskutojmë, është e rëndësishme të kemi trajtim të mirëfillt e profesional të shifrave, por gjithashtu është e rëndësishme që përvojat e deri tashme, qoftë në raport me politikën fiskale, me rishpërndarjen e buxhetit, e gjithashtu edhe me ndikimin që e ka në jetën e qytetarëve, t'i kemi parasysh kur kërkojmë diçka të ditës së sotme. Mjaftueshëm është bërë edhe përvojë, mjaftueshëm janë marrë edhe masa, edhe kemi parë efekte, përfshi edhe ato demokratike apo procese zgjedhore për të parë se kush e ka pasur me të drejtë e kush e ka pasur gabim. Tani po e diskutojmë çështjen e derivateve dhe shumë këtu u fol në raport me mungesë të inspektimeve, në raport me mungesë të informacionit. Unë besoj që ju e dini që informatat janë të përditësuara në baza ditore. Do të thotë qoftë edhe në sasi të importit të naftës, edhe në masat të cilat i ka marrë qeveria, por gjithashtu edhe në shkeljet eventuale që janë bërë në raport me masën. Tani më lejoni ta bëj një digresion të vogël dhe t'ju tregoj se pas vendimit që e kemi marrë me 4 mars, i cili s'ka donë me 4 prill, në raport me vendosjen e marzhes për të fitimit, për bizneset, qofshin ato me shumicë apo edhe ato me pakicë, çfarë ka ndodhur në raport me veprimet tona dhe përcjelljen e situatës. Do të thotë, vendimi i datës 4 mars është vendimi i parë, në fakt nga vendet e rajonit, për rregullimin e përkohshëm të çmimeve, e cila nuk ka qenë një ndërhyrje e pa kontrolluar, por ka qenë një masë targetuar për të kufizuar marshat e pa justifikuara që zakonisht ndodhin në situata të tilla edhe ku ka spekulime të mëdha, do të thotë si masa e parë për të parandaluar spekulimet me çmimet. Gjatë këtyre javëve janë realizuar 200 inspektime në bashkëpunim të ngushtë të institucioneve, jo vetëm Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Ndërmarrësisë e Inovacionit, por Administrata Tatimore e Kosovës dhe Autoriteti i Konkurrencës. Nga të dhënat e siguruara, gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, ka pasur 4 shkelje, të cilat subjektet ekonomike, operatorët për shitjen e derivateve, i kanë bërë në raport me moszbatimin e marzhës më të lartë. Që të 4-tat janë shqiptuar dënimet konform ligjit në fuqi dhe gjithashtu janë përcjell pastaj me vizitat tjera, respektivisht me përcjellje të situatës në raport me çmimet, se masa e dytë pas masës së parë ka të bëjë me tërheqje të licencës për operim tërësisht. Sa i përket vlerës apo sasisë së importuar të derivateve të naftës, në raport me vitin e kaluar ka rënje. Në raport me muajt janar, shkurt dhe mars ka një stabilitet, një mesatare e cila ende nuk mund të kategorizohet si krizë. Çka do të thotë se, përderisa ka pas rritje të çmimit, nuk ka pas rënje të ndjeshme të furnizimit. Dhe është elementi bazë se në rast të kërkesës dhe ofertës, ende kërkesa është pak a shumë në vijat e kufirit të përballueshëm në të cilin nuk mund të thuhet se ka krizë situatën e furnizimit. Ne jemi të vetëdijshëm që struktura ekonomike e Republikës tonë në raport me pjesëmarrjen e industrisë është e tillë që nuk ka kërkuar sasi më të madhe të litrave, siç ka ndodhur në disa vende të Bashkimit Evropian apo vende të zhvilluara ku është kufizuar veprimi nga 5 ose 6 ditë në javë në 4 ditë si rrjedhoi e kursimit të derivateve apo mos hyrjes së derivateve në treg. Është ajo çka desha gjithashtu t'ju informoj që ndërlidhja edhe sipas Agjencisë së Statistikave të rritjes së çmimit të derivateve në raport me rritjen e çmimit të produkteve, nuk është në masën sa është rritur çmimi i derivateve, megjithatë, pesha kryesore në shportën e konsumatorit ka të bëjë me projektligjin për masat e përkohshme në rast të destabilizimit të tregut. Më lejoni të nderuar deputet atë që e thash në fillim. T'ju rikujtoj, kriza më e madhe ekonomike dhe inflacionit ka ndodhur në vitin 2022. Në vitin 2022 kemi pasur krizën në fakt më të madhe, rritjen më të madhe të çmimeve, si rrjedhoi të cilit qeveria Kurti 2 ka propozuar në nëntor të vitit 2022 projektligjin për çmime tavan. Dhe projektligji i cili ka para masën e drejt për drejt të parandalimit të rritjes dhe abuzimit me rritje të çmimeve në produktet e shportës bazë.
Gjykata kushtetuese ka marrur 1 vit trajtimit të atij projekt ligji, pasi është dërguar në gjykatën kushtetuese, më konkretisht nga grupi parlamentar i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në nëntor të vitit 2023, gjykata e ka hudhur poshtë këtë projekt ligj dhe rrjedhimisht ka treguar se në situatën e në vitin me krizën më të madhe që e kemi pasur për konsumatorët, atëherë ligji është hudhur poshtë dhe tash unë po shpresoj që do e kemi edhe mbështetjen e juaj në raport me kalimin dhe mbrojtjen e të drejtave të konsumatorëve. Dy çështje që dua t'i përmend gjithashtu me përvojën e fituar deri më tash. E përmendi ministri Murati uljen apo heqjen e të TVSH-s për gastronomi në vitin 2020. Mos ta harrojmë, ka ndodhur edhe një ulje tjetër e TVSH-s në vitin 2016 në qeverinë Mustafa, nga 18% në 8% për produktet bazë. Cili është bërë vlerësimi? A ka pasur ulje të çmimit të produkteve bazë? Jo. Do të thotë, ju e keni testuar të njëjtin propozim që ju po e sjellni. Ju e keni parë me vendim të qeverisë. Politika fiskale në Republikën tonë në vitin 2016 është ndryshuar në raportin e TVSH-s. E keni ulë në 8% dhe a janë ulur çmimet e produkteve? Jo. Do të thotë, ulja e TVSH-s ka treguar 2 herë tashmë që nuk e ul çmimin, që konsumatorët, gjithsesi qytetari i cili e blen në fund produktin, do ta paguajë çmimin e njëjtë. Kujt apo i rritet fitimi? Operatorëve, atyre që po shesin. Dhe kjo është tepër e thjeshtë. Më lejoni edhe pak vetëm në raport me kundërvlerën e kërkesës për ulje të akcizës. Hyrat e akcizës për buxhetin e shtetit janë afërsisht 450 milion euro. Këto të hyra nënkuptojnë që në rast se heqjes totale të akcizës janë mangu 450 milion euro vjetore, nëse e bën mujore 33 milion euro. Nëse heq 20 cent nga 37.5 cent sa është akciza për derivate, i bjen afërsisht 20 milion euro. Ndërsa, në të njëjtën kohë, në projeksionet për rritjen buxhetore, që nuk janë të njëjta me vitin e kaluar, është e parapar rritja e shtesave për lehona, rritja e shtesave për fëmijë, rritja dhe mbrojtja e qytetarëve me pakun e masave me ballafaqimin e inflacionit. Tani ju çka po propozoni? Të heqim akcizën, të ulim apo heqim TVSH-n dhe cilën ta heqim prej masave? Shtesat për lehona, shtesat për fëmijë, cilën nga kategoritë e caktuara ju mendoni se ne duhet ta ulim që ta kompenzojmë për uljen apo heqjen e TVSH-s dhe akcizës. Dhe këto që të dyjat në burim do të ndikojnë drejt për drejt vetëm tek operatorët. Nuk po afrohem një hap afër jush dhe nuk po e paragjykoj mendimin e juaj apo qëllimin e mirë tuaj për të lehtësuar jetën e qytetarëve. Por çka po e vë në dyshim, pse s'po i referuheni praktikave të diritashme ku ju keni qenë akter dhe keni marrë vendimet? Ku nuk ka funksionu ulja e çmimit dhe nuk është mbrojt konsumatori në rast të uljes të TVSH-s apo uljes së akcizës. Rrjedhimisht i bie që qeveria Kurti në përgatitje të pakos për ballafaqim me inflacion, në përgatitje dhe dhënie të rritjes së shtesave të cilat janë në planin qeverisës, e gjithashtu edhe me projekt ligjin për parandalimin e manipulimit me çmime në situatat të destabilizimit, dhe ky do të ishte një prej atyre, do t'i kemi mekanizmat. Një, për të vendosur çmimin tavan për produktet bazë, pjesa apo lista të cilave do të miratohen nga një komision i veçantë, dhe e dyta të përcaktoj marzhën e fitimit. Për të tjerat, ma merr mendja që mund të bëjmë analizë sa të duam, por kërkesat kryesore, unë besoj në raport me heqjet akcizës dhe TVSH-s, të cilat po konsistojnë në vazhdimsi duke u përsëritur, janë e para vetëm të lehta dhe mendimi se kemi bërë diçka. Por nuk është ideja për cilë vendime të shpejta të lehta me dëm të madh. Ideja është për të bërë analiza të mirëfillta dhe për të ruajtur mirëqenjen e atyre që kanë nevojë të ruhet më së shumti me mekanizma shtetëror. Ju falenderoj.